Ultimatumi që dha presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës Biden sa i takon sulmeve terroriste të ndodhura. Duke deklaruar se udhëheqja amerikane mban botën së bashku, presidenti Biden u tha amerikanëve se shteti duhet të thellojë mbështetjen e tij për Ukrainën dhe Izraelin në kohën kur këto dy vende do përballen me luftra të përgjithshme. Biden e pranoi se këto konflikte duket se janë larg, por gjatë adresimit nga zyra ovale, udhëheqësi amerikan tha se ato mbeten jetike për sigurinë kombëtare të Amerikës, teksa është i përgatitur t'i kërkojë Kongresit Amerikan miliarda dollar në mbështetje ushtarake për këto dy shtete, njofton Radio Evropa e Lirë lidhur me këtë informacion. Teksa gjithashtu historia, tha Biden, na ka mësuar se kur terroristët nuk e paguajnë çmimin për territorin e tyre, kur diktatorët nuk e paguajnë çmimin për agresionin e tyre, ata shkaktojnë më shumë kaos, vdekje dhe shkatrim, tha Biden. Ata nuk ndalen dhe çmimi i kërcënimit për Amerikën dhe botën vazhdon të rritet. Ky ka qenë ultimatumi që Biden i ka dhënë Hamasit në këtë rast, kur Shtetet e Bashkuara nuk mund të lejojnë që terroristë si Hamasi apo tiranë si Putini të fitojnë. Ka krahasuar Hamasin me Putinin, diçka që është komentuar gjërësisht në fakt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm në mbar botën, krahasimi që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Biden ka bërë mes Hamasit dhe Putinit, si dy kërcënimet kryesore të globit sot që flasim, duke thënë se Hamasi po kërcënon Izraelin, një shtet që ne duhet ta mbështesim dhe do ta mbështesim dhe do të bëjë kërkesë në Kongres për t'i dhënë atyre ndihmë ushtarake, por edhe monetare, teksa gjithashtu veç Ukrainës, edhe Izraeli do të mbështetet masivisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është ky qëndrimi që kreu i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka mbajtur.